Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një kek me çokoladë dhe limon që ju sugjeroj me bindje të plotë ta provoni dhe jam e bindur që do bëhet i preferuar juaj. Përgatitet shumë lehtë. Në blender shtojmë 2 vezë, 150 gram sheqer, masa e sheqerit varet se sa të ëmbël e dëshironi ju. Një limon të pastruar shumë mirë, të larë shumë mirë dhe kemi hequr dhe farat. 100 ml qumësht, 3 lugë gjelle vaj ulliri dhe 7 deri në 8 lugë miell gruri dhe një pluhur fryrës. Masën do ta përziejmë në blender për pak sekonda derisa të bëhet një masë e njëtrajtshme. Nëse nuk ju gjendet një blender i tillë, limonin mund ta shtrydhni lëkurën veç dhe lëngun veç, por nëse keni edhe një grirëse në shtëpi mund të bëj punë. Tavën e kam lyer me vaj ose mund ta lyeni me gjalpë dhe kjo është masa që u përgatit në blender, e vendosim atë në tavë ose në formë si në rastin tim dhe unë e kam pjekur në 180 gradë për 40-45 minuta, gjithmonë pjekja në varësi të sobës që keni. Nuk e keni idenë se çfarë arome mori kuzhina pas pjekjes së tij. Unë kam shkrirë edhe 200 gram çokoladë të zezë, mund ta konsumoni edhe pa çokoladë, por djali më pëlqen shumë dhe jo vetëm djali, të gjithë ne në fakt, dhe unë e përgatis me çokoladë. Dhe është gati. Siç e pat, ju do ju marr vetëm pak minuta punë. Provojeni dhe do më kujtoni për shijen dhe aromën e tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse jeni i ri në kanal, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës për të njoftuar për çdo recetë të re të postuar. Faleminderit.